Në shtëpinë e Big Brother Albania ditët kalojnë me zhurmë, me debate, me lojra nervash dhe me strategji të fshehta, por her pas here ndodh diçka që e thyen gjithë atë atmosferë gare. Diçka njerëzore, e vërtet, që nuk mund të luhet para kamerave. Kështu ndodhi edhe me çiftin që publiku tashmë e quan zemra e shtëpisë. Dy njerëz që hynë si të panjohur dhe dolën para syve të gjithë vendit si dy shpirtra të lidhur, gjithçka nisi pa bujë. Në ditët e para ata mezi flisnin me njëri tjetrin. Ajo rinte zakonisht në kuzhinë e qetë duke dëgjuar të tjerët, ndërsa ai ishte më i zhurmshëm, gjithmonë me batuta dhe me dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes. Askush nuk do ta kishte menduar se pikërisht këta të dy do të afroheshin kaq shumë. Por shtëpia e Big Brotherit ka rregullat e veta. Njerëzit detyrohen të njohin njëri tjetrin përtej pamjes së jashtme. Mbrëmjet e gjata ishin vendi ku filloi gjithçka. Teksa të tjerët flinin ose debatonin, ata të dy uleshin në obor dhe flisnin për gjëra të thjeshta, për fëmijërinë, për ëndrat që kishin lënë për gjysmë, për frikërat që nuk I kishin treguar askujt. Ai I tregoi se sa e vështirë kishte qenë të rritej pa baban pranë. Ajo I foli për nënën që e kishte mësuar të mos dorëzohej kurrë. Fjalët u bën ura dhe urat u bën ndjenja, publiku e vuri re para se ta pranonin vetë ata. Shikimet e gjata në tavolinë, kujdesi I vogël kur ajo ftohej dhe ai I hidhte xhaketën mbi supe, mënyra si qeshnin me të njëjtat gjëra. Në shtëpi filluan ngacmimet, po lind një çift I ri. Ata skuqeshin dhe e mohonin, por zemrat e kishin marrë tashmë vendimin e tyre, momentet më të bukura ishin ato spontane. Një mëngjes ai I përgatiti kafen pa ia kërkuar askush. Ajo ja la në jastëk një letër të vogël ku shkruante vetëm faleminderit që je këtu. Në një lojë të organizuar nga produksioni, kur ju kërkua të zgjidhnin personin më të rëndësishëm në shtëpi, të dy thanë emrin e njëri tjetrit pa u menduar. Atë natë, për herë të parë, u pan të përqafuar gjatë në divanin e madh. Ndërsa muzika luante lehtë në sfond, dashuria në atë shtëpi nuk është e lehtë. Çdo gest komentohet, çdo fjalë analizohet. Disa banorë I shihnin me dyshim, duke menduar se ishte thjesht strategji loje. Të tjerë I mbronin me fanatizëm. Por sa më shumë kalonin ditët, aq më e qartë bëhej se ajo që po lindte mes tyre nuk kishte skenar. Një nga netët më emocionuese ishte kur ai u hap plotësisht para saj. I tha se kishte hyrë në program për famë, për një mundësi të re, por se nuk e kishte menduar kurrë të gjente dikë që do t'i ndryshonte mënyrën si e shihte jetën. Ajo qau në heshtje dhe I tha se edhe për të ai ishte bërë arsyeja pse zgjohej me buzëqeshje mes gjithë atij presioni. Që nga ai moment ata u bën të pandashëm. Nëpër kamera shieshin duke ecur dorë për dore në kopsht, duke gatuar bashkë, duke u grindur për gjëra të vogla dhe duke u pajtuar menjëherë. Kur dikush e sulmonte njërin prej tyre në debat, tjetri ngrihej si mburoj. Ishte një partneritet I bukur, jo perfekt, por I vërtet, publiku jashtë shtëpisë u dashurua me ta. Rrjetet sociale u mbushën me video të momenteve të tyre, mënyra si ai e shikonte kur ajo fliste, si ajo I rregullonte flokët kur ai ishte I mërzitur, si flinin shpesh të kapur për dore pa e ditur se kamerat I vëzhgonin. Filluan t'i quajnë çifti më I bukur I sezonit, sigurisht që pati edhe stuj. Një keqkuptim I vogël u kthye në debat të madh dhe për disa ditë nuk I folën njëri tjetrit. Shtëpia u duk më e ftohtë pa të qeshurat e tyre. Por pikërisht ajo distancë u bëri të qartë se sa shumë kishin nevojë për njëri tjetrin. Pajtimi tyre ishte si sken filmi, ai I kërkoi falje para të gjithëve, ajo e përqafoi pa thënë asnjë fjalë dhe banorët duar trokitën. Në një mbrëmje romantike të organizuar nga produksioni, ata pranuan hapur ndjenjat. Ai I tha, këtu brenda mësova se dashuria nuk planifikohet, të gjen vetë. Ajo ju përgjigj, në krahët e tu ndihem më e sigurt se kudo tjetër. Kamera I kapi të përqafuar gjatë, me sytë që u shkëlqenin nga lotët e gëzimin. Që nga ajo natë askush nuk dyshoi më. Ata u bën shembull se edhe në një lojë të ashpër mund të lindë diçka e pastër. Shokët e shtëpisë filluan t'i respektonin, madje shumë konflikte u zbutën fal energjisë së tyre pozitive. Dukej sikur dashuria e tyre I kishte bërë të gjithë pak më njerëzor, e ardhmja e tyre jashtë mureve të Big Brotherit mbetet mister, por një gjë është e sigurt, ata tashmë kanë bashkuar zemrat. Janë parë të lumtur në krahët e njëri tjetrit, duke sfiduar çdo paragjykim dhe çdo dyshim. Në mes të një loje ku gjithçka është e pasigurt, ata gjetën diçka që nuk blihet me vota dhe nuk fitohet me strategji, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse publiku I do kaq shumë, sepse nëpërmjet tyre kujtojmë se
Edhe në dritat e kamerave, dashuria e vërtet ende di të gjej rrugën e saj. Obori i madh i Top Channelit atë pasdite duke i ndryshe nga ditët e zakonshme. Kamerat lëviznin si zogj të shqetësuar, gazetarët flisnin me zë të ulët në përcepa dhe çdo njeri që kalonte portën kontrollohej 2 herë. Të gjithë e dinin arsyen, sonte do të hapej dera e shtëpisë më të famshme në vend dhe një emër i ri do t'i bashkohej aventurës së Big Brother Albania 5. Ai emër ishte Limi, pak para se të niste prova gjenerale, një fotograf e kapi Limin teksa priste në obor, me një çantë të vogël në dorë dhe me sy që i shkëlqenin nga emocionet. Fotoja u përhap me shpejtësi nëpër portale, një djalë i thjesht, me xhaketë të errët, flokë të krejur shpejt dhe me një buzëqeshje që mundohej ta fshite ankthin. Askush nuk dinte shumë për të, dhe pikërisht kjo e bënte edhe më intrigues. Limi kishte ardhur nga një qytet i vogël i veriut. Miqtë e tij thoshin se ishte njeri i qetë, por me humor të hollë dhe me një kokëfortësi që nuk dorëzohej lehtë. Kishte punuar kamerier, shofer, madje për një periudhë edhe në ndërtim. Nuk kam qenë kurrë i përkëdhelur, kishte treguar në intervistën e shkurtër prezantuese. Nëse hyj aty brenda, dua të jem vetja, jo një personazh i shpikur. Ndërkohë që stafi vraponte për të rregulluar detajet e fundit, ai rrinte pak më larg, si të ishte ende i pavendosur nëse po jetonte realitetin apo një ëndër të çuditshme. Producentët i afroheshin her pas here, i shpjegonin rregullat, i kujtonin se sapo të mbyllej dera nuk do të kishte më telefon, as familje, as botë jashtë. Vetëm kamerat dhe njerëzit e panjohur që do të bëheshin shok, armiq, ndoshta edhe dashuri. Je gati? E pyeti një nga redaktorët, sa mund të jetë gati njeriu për diçka që se ka provuar kurrë, u përgjigj ai dhe qeshi lehtë. Në korridoret e studios flitej se hyrja e Limit ishte ruajtur sekret deri në minutën e fundit. Publiku priste emra të njohur, influencues, këngëtar, por produksioni kishte zgjedhur të sillte edhe dikë krejt të panjohur, një djalë nga jeta reale, me histori të zakonshme dhe me ëndra të mëdha. Pikërisht kjo e bënte bastin e fortë. Kur u afrua mbrëmja, dritat e skenës filluan të ndizeshin një nga një. Muzika provë dridhej në mure dhe prezantuesit po bënin provat e fundit të tekstit. Limi u fut në dhomën e grimit, ku një stiliste i rregulloi jakën dhe i tha të merrte frym thellë. Mos haro, kamera e do të vërtetën, i përshpëriti ajo. Ai tunte kokën, por në mendje i kalonin fytyrat e prindërve, të motrës së vogël, të shokëve që i kishin thënë, na bëj krenar. Jashtë, fansat kishin nisur të mblidheshin. Disa e njihnin nga fotot e publikuara, të tjerë thjesht ishin kurioztar. Emri i tij qarkullonte nëpër rrjete. Kush është Limi? Çfarë lojtari do të jetë? A do ta trazoj shtëpinë? Askush nuk kishte përgjigje. Pak minuta para transmetimit live, ai u ndal sërish në oborin ku ishte fotografuar. Shikoi ndërtesën e madhe, logon gjigante të programit dhe mendoi se jeta e tij po ndahej në 2 pjesë, para kësaj dere dhe pas saj. Një teknik i vuri mikrofonin në jak dhe i tha të mos e prekte më. Kur të dëgjosh emrin, thjesht ec përpara, i tha ai. Ora shënoi fillimin e spektaklit. Brenda studios shpërtheu muzika, publiku duartrokiste, prezantuesi prezantonte konkurrentët një nga një. Emrat e parë hynë me bujë, me histori të bujshme dhe me batuta të përgatitura. Limi priste në një korridor të ngushtë. Me zemrën që i rrite fort, më në fund erdhi radha e tij, lojtari më i ri i Big Brother Albania 5. Limi. Dera u hap dhe ai doli në skenë i verbuar nga dritat. Për disa sekonda nuk dëgjonte asgjë veç shurmës së gjakut në vesh. Pastaj pa njerëzit që duartrokisnin, kamerat që i afroheshin fytyrës, prezantuesin që i zgjati dorën. Mirë se erdhe, Limi. Kush je ti? Ai mori frym thellë. Jam thjesht një djalë që ka ardhur të provoj veten, tha. Nuk kam strategji, kam vetëm karakter. Publiku reagoi me zëra të përzier. Disa e pëlqyen menjëherë sinqeritetin e tij, të tjerë mbetën skeptik. Por loja sapo kishte filluar, rruga drejt shtëpisë ishte e shkurtër. Por për të u duk si një shekull. Çdo hap e largonte nga jeta e vjetër dhe e fuste në një realitet ku çdo fjalë peshohej, ku çdo shikim analizohej. Kur dera u hap dhe konkurrentët e tjerë e pritën me kurreshtje, ai kuptoi se tashmë nuk kishte kthim pas. Mirë se erdhe, vëlla, i tha njëri prej tyre. Shpresoj të mos ma bëni jetën ferr, u përgjigj Limi me shaka. Që në orët e para u pa se ai nuk ishte tip që fshihej. Bisedonte lirshëm, tregonte histori nga puna, nga familja, madje guxoi të thoshte edhe mendime që të tjerët i përtypnin para se t'i nxirrnin.
Disa e panë si aleat të mundshëm, disa si rrezik në dhomën e rrëfimit, kur e pyetën çfarë pret nga kjo eksperiencë. Ai u mendua gjatë, dua të shoh sa i fort jam pa maska. Jashtë njeriu fshihet pas punës, pas telefonit, pas shokëve. Këtu je vetëm ti dhe pasqyra. Jashtë shtëpisë, lajmi për hyrjen e tij po bënte xhiron e mediave. Fotoja e bërë në oborrin e Top Channelit ishte kthyer në simbol të fillimit të një kapitulli të ri. Analistët e formatit diskutonin, a do të ishte limi surpriza e sezonit? A do ta fitonte publikun me thjeshtësinë e tij apo do të humbiste mes karaktereve më të zhurmshme? Askush nuk e dinte. Por një gjë ishte e sigurt, që nga ajo natë, emri i tij nuk ishte më thjesht një djalë anonim. Ai ishte lojtari më i ri i Big Brother Albania 5. Një histori që sapo kishte nisur të shkruaj, me kamera ndezur dhe me një vend që priste ta njihte, dhe ndërsa dritat e shtëpisë u fikën për natën e parë, Limi u shtri në krevatin e tij të ri, duke menduar se jeta ndonjëherë të çon në vende që nuk I ke imagjinuar kurrë. Oborri ku ishte fotografuar mbeti jashtë, por ajo foto do të kujtonte gjithmonë momentin kur një djalë I zakonshëm vendosi të rrezikojë gjithçka për një ëndër të madhe.